Lëvizja vetëvendosje duket se ka mungesë të votave për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit dhe qeverisë së re. Ditë më parë ishin deputetët e lëvizjes vetëvendosje, të cilët ishin të bindur se ky subjekt i ka numrat për të formuar qeverinë. Hekuran Murati, në ditën e regjistrimit si deputet në kuvendin e Kosovës, ka thënë se sa më shumë shifra, aq më mirë. Për gjitha këto qysh edhe tash është çështja e subjektit, pra sekretariatin e subjektit, pa tjetër që po. 61 kërko kushtetuta, sa ma mirë, sa ma shumë, sa ma mirë. Me votat deputetve. Të deputetëve të cilës parti? Kuvendit Kosovës. Por subjektet e komuniteteve jo shumic, ndonë se deklaruan se nuk do t'jem pengesë për formimin e institucioneve, qeveria nuk e ka mbështetjen e plotë të pakicave, por megjithatë, duket se ka arritur t'i ketë votat e nismës social-demokrate. Gjithashtu gjatë pauzave të seancës, deputetët e lëvizjes vetëvendosje, ata të listës Guxho dhe Alternativës, tentonin të diskutojnë me deputetët e minoriteteve për t'i bindur ata. Ndërkohë, deputetja e komunitetit Boshnjak Duda Balje është parë e afërt me deputetët e Partisë Demokratike të Kosovës. Kryetari i Partisë Liberale Egjiptiane Veton Berisha deklaroi se do të votojë kryetarin e kuvendit të Kosovës. Ajo pyet se a do të votoj pro apo kundër propozimit për kryetar të kuvendit. Asnjëherë s'kemi me qenë pengesë e ndërtimit të institucioneve, por shpresoj që kemi marrë përgjegjësi edhe detyrë. Mungesa e votave është parë në momentin e votimit të raportit të Komisionit të Përkohshëm për verifikimin e kuorumit dhe të mandateve të deputetëve të zgjedhur, i cili nuk ka kaluar në kuvend. Ishin 52 deputet për, 46 kundër dhe 11 deputet që abstenuan, që bën që seanca konstituive të ndërpritet për të vazhduar një ditë tjetër. Ajo që dihet është se nisma social-demokrate dhe lëvizja vetëvendosje kanë votuar njëjtë, 52 votat për, kanë ardhur nga 48 deputet të lëvizjes vetëvendosje dhe 3 deputet të nismës dhe 1 i minoriteteve. Kjo le të nënkuptohet se nisma do ta mbështesë qeverinë Kurti, mbështetje kjo që ka ndikuar edhe në prishjen e raporteve në mes të kryetarit të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe atij të nismës social-demokrate Fatmir Limaj. Ata sot nuk janë përshëndetur në mesvete në sallën e kuvendit. Këtë raport nuk kanë votuar opozita, ndërsa lista serbe abstenoi. Përndryshe, LVV ka 48 deputet, PDK ka 24 deputet, LDK 20 deputet, lista serbe 9 deputet, AK nisma 8 deputet dhe 11 deputet tjerë janë nga partitë minoritare.